Po filloj me njëherë tek shenja e dashit. Për shenjën e dashit, kjo hënë e plot ka ndikime në përgjithësi pozitive. Arsye që janë pozitive për shenjën e dashit është sepse është në kënd pozitiv edhe me drejtuesin e tyre dhe mbi të gjitha është në kënd pozitiv edhe me dashin vet, duke qenë se kemi hënën tek shenja e shigjetare, që është një tjetër shenjë zjarri, dhe diellin tek shenja e binjakëve. Ndikimi më i madh për shenjën e dashit do të jenë mbarimi i problemeve që kanë të bëjnë me dokumentat, me gjyqet, me drejtësinë në përgjithësi, pra ku është bërë padrejtësi në këto momente, deri në këto momente, tashmë do të fillojnë të gjejnë drejtësi. Do të kemi një zgjerim të dukshëm të botkuptimit të tyre dhe do të fillojnë të ndërtojnë një jetë shumë të shëndetshme. Tani, zgjerimi i botkuptimit, domethënë po e them në këtë pikpamje, mund të kemi ndryshime të dukshme në besimin e tyre, pra mund të përzjedhin bile komplet dhe një fe ose një besim komplet të ri. Mund të kemi zgjerime ose vazhdimin e edukimit të tyre. Pra, nëse kemi pasur pengesa pikërisht në lidhje me këto tema, tashmë do të kalojnë. Nga ana tjetër, do të kemi udhëtime të shumta, do të futen në një fazë ku vërtet ndihen shumë pozitiv dhe mbi të gjitha komunikimi i tyre do të jetë ndërtues. Një sekondë, lutem. Ndërkohë që nga ana tjetër do fillojmë që të kemi një komunikim vërtet shumë më tepër efektiv, por fjalët që përdor ose që përzjedh shenja e dashit gjatë kësaj periudhe mund të jenë pak më spec, ose më të them mund të kalojmë me njëherë në një lloj komunikimi i cili le të themi mund të jetë pak agresiv ose mund të perceptohet pak më tepër agresiv. Për këtë arsye do t'i këshilloj që në këtë pikë të jemi pak më të vëmendshëm. Por kemi një fuqi shumë të madhe manifestimi tek shenja e dashit në këtë moment. Pra çdo gjë që e thot, sjell në jetën e tyre diçka. Për këtë arsye, shenja e dashit do t'i këshilloja që të përzgjidhni mirë se çfarë thoni në këto momente. Pra çdo gjë juaj vërtet që mund ta tërhiqni në jetë, prandaj dhe jeni pak më të kujdesshëm. Në lidhje me çështje sentimentale, për shenjën e dashit është faktikisht një hënë plot shumë pozitive. Arsyeja që është pozitive është sepse që përmenda ka një kënd pozitiv me Marsin, i cili është drejtuesi i tyre dhe mbi të gjitha në këto momente është tek shtëpia e tyre 5. Kjo mund të thotë prezantime pothuajse të menjëhershme ose fillime pothuajse të menjëhershme për ata të cilët nuk janë në një lidhje. Për ata që janë në një lidhje aktualisht, ndikimi është pak më i stërzgjatur, se më të mund të kemi një ndikim të vogël, po në përgjithësi do të vazhdojnë në statusin quo, kurse për ata që nuk janë në një lidhje, domethënë komplet e kundërta, që mund të kemi fillime pothuajse të menjëhershme. Pra, ata që nuk janë në lidhje në këtë rast mund të jetë pak më pozitive, normalisht nëse dëshironi.